Biznesi i vogël dhe i mesëm në Pogradec ka protestuar para bashkisë për atë që e cilësojnë si 5 fishim të taksave vendore. Protestuesit të indinjuar nga situata në fjalë kanë arritur të futen në ambientet e bashkisë duke hapur dyert me forcë, por ndërhyrja e forcave të rendit ka normalizuar situatën duke shmangur për shkallëzimin e tensionit. Tregtarët e vegjël dhe të mesëm akuzojnë qeverisjen vendore se po u vjedh parat, duke shtuar çdo ditë taksa të reja e duke i çuar pashmangshmërisht drejt falimentit. I kanë bërë 5 fish, 6 fish, sa i ka dashur qefi, s'kan bërë kontakt me biznesin, me komunitetin, me grupet e interesit, i morën një vendim Këshilli Bashkiak, është bërë 500-600.000 leka. Kjo nuk është taksë pas vjedhje. Vjedhje hapur, po la futin duart për xhepa, si a dutrit. Reagon ndërkaq bashkia që e cilëson protestën politike, duke deklaruar se taksat nuk janë rritur, por se po procedohet mbi bazën e ligjit të vitit 2006. Është shfuqizuar nga qeveria pjesa e dytë e neni 35 të ligjit 96/32/2006 është për sistemin e taksave vendore. Pra ku taksat nuk duhet të kalojnë 10% të nivelit tregues të tyre. Kjo gjë ne na kufizonte atëherë për të mbledhur të gjitha të ardhurat për shërbimet apo domethënë që Bashkia Pogradec ofronte. Protesta ka zgjatur për gati 1 orë, ndërsa tregtarët kanë paralajmëruar vijimin e saj edhe në ditët e ardhshme.